Jeni të mrekullueshme të gjitha. Faleminderit që jeni këtu në këtë webinar. Mirë se erdhët të gjithëve. Jam shumë e lumtur që jemi së bashku sot për të folur mbi një temë që prek shumë njerëz. Shtimi i peshës në mënyrë të shëndetshme. Jam shumë e lumtur për të gjithë ju. Shëndeti fillon nga kujdesi për trupin dhe ushqimin që i japim atij. Produktet që do të prezantojmë sot: Forever Aloe Berry Nektar, Forever Light Ultra Shake dhe Forever Daily. Ato nuk janë thjesht suplemente, ato janë më shumë se kaq. Janë një mbështetje për trupin, energjinë dhe mirëqenien tonë. Le të mësojmë së bashku si t'i përdorim në mënyrë të mirë për të arritur qëllimet tona shëndetësore. Ndoshta të gjithë janë fokusuar si të bijem nga pesha, por ka edhe persona që duan të shtojnë në peshë. Dhe një nga këta ka qenë edhe goca e shoqes time të ngushtë, që i mori dhe i përdori produktet. Dhe është shumë e kënaqur sepse është dhe balerin dhe ju forcua goxha trupi. Pse shtimi në peshë duhet të jetë i shëndetshëm? Shëndeti i përgjithshëm, rritja e masës muskulore, jo vetëm djamit. Parandalimi i problemeve shëndetësore, ndikimi në shëndetin mendor, ushqyerja e duhur, trup i shëndetshëm. Dhe rezultatet afatgjata. Mbështetja e stilit aktiv të jetesës. Të gjitha këto janë faktorët që ndikojnë në rritjen e peshës. Shëndeti i përgjithshëm. Shtimi i shëndetshëm në peshë ndihmon në funksionimin e duhur të trupit dhe të organeve. Rritja e masës muskulore, jo vetëm djamit. Fokusimi te proteina dhe ushtrimet forcuese ndihmon në ndërtimin e muskujve, jo vetëm në grumbullimin e yndyrës. Parandalimi i problemeve shëndetësore. Shtimi i pashëndetshëm në peshë mund të çojë në sëmundje si diabeti, tensioni i lartë dhe probleme me zemrën. Ndikimi në shëndetin mendor. Një dietë e balancuar dhe shtimi i qëndrueshëm në peshë përmirëson humorin dhe nivelet e energjisë. Ushqyerja e duhur. Kalorit duhet të vinë nga ushqime të pasura me vlera ushqyese, jo nga ushqime të përpunuara ose me shumë sheqer. Shtimi i qëndrueshëm në peshë është më i lehtë për të mbajtur dhe nuk dëmton metabolizmin. Mbështetja e stilit aktiv të jetës. Një trup i shëndetshëm mund të përballojë më mirë aktivitetin fizik dhe lodhjen e përditshme. Faktorët që ndikojnë në peshë. Metabolizmi. Shpejtësia me të cilën trupi dje kalorit. Ndikohet nga gjenetika, mosha, gjinia dhe masa muskulore. Metabolizmi ngadalt mund të çojë në shtim peshe. Ushqyerja. Cilësia dhe sasia e ushqimit kanë ndikim të drejtë për drejtë. Konsumi i ushqimeve të përpunuara dhe me shumë kalori rrit rrezikun për shtim peshe. Dieta e balancuar ndihmon në ruajtjen e peshës optimale. Mënyra e jetesës. Aktiviteti fizik i rregullt ndihmon në djegjen e kalorive. Stresi, gjumi i pamjaftueshëm dhe sedentarizmi ndikojnë negativisht.
Zgjedhjet e përditshme, ecja, ngrënia, vaktet në orar, pushimi kanë rëndësi. Roli i Forever Living në mbështetjen ushqimore, atë për të cilën ne jemi mbledhur sot. Produkte me bazë natyrale. Përdor përbërës si aloe vera, pima me veti ushqyese dhe kuruse. Favorizon tretjen, përthitjen e lëndëve ushqyese dhe pastrimin e organizmit. Suplemente të pasura me vitamina dhe minerale. Mbushin boshllëqet ushqimore në dietën e përditshme. Forcojnë sistemin imunitar dhe energjinë trupore. Pije dhe shejk ushqyes për shtim ose ruajtje peshe. Përfshin proteina, fibra dhe përbërës që ndihmojnë në ndërtimin e masës muskulore. Të përshtatshme për njerëzit me stil jetese aktiv ose në proces rritje. Zgjidhje të personalizuara për qëllime të ndryshme. Programe për detoksifikim, shtim në peshë, forcim të imunitetit e të tjera. Kombinimi produkteve sipas nevojave individuale. Të gjitha këto janë të certifikuara për cilësi dhe siguri, të testuara dhe të aprovuara në shumë vende, pa pesticide, pa OMG dhe me standarde të larta prodhimi. 3 produktet që janë tek një përshkrim i shkurtër për të treja produktet, siç është Forever Daily, që pse ne duhet ta marrim Forever Daily, që përmban shumë multivitamina, përmban 55 lëndë ushqyese të balancuara, përfshir vitamina, minerale dhe fitonutrient, plotëson mungesat ushqimore në trup, mbështet sistemin imunitar, energjinë dhe funksionin e përgjithshëm trupor, përmirëson përthithjen e lëndëve ushqyese, kur merret së bashku me aloe vera gelin. Aloe vera gelin ne kemi mësuar që duhet ta pim sërish në fillim në mëngjes e ësëll, sepse ai bën detoksifikimin e trupit, dhe çdo gjë përthithet më lehtë pastaj. Pastaj vjen Forever Light Ultra Shake. Po, ky është shake-u, është me shije vanilje ose çokoladë. Përmban proteina bimore, soje të pasura me aminoacide esenciale, ndihmon në shtimin e masës muskulore dhe peshës, mund të përdoret si zvendësues vakti ose shtesë kalorike për personat me peshë të ulët, i përshtatshëm për një stil jetese aktiv. Forever Aloe Berry Nectar. Kombinon përfitimet e aloe vera, boronicës dhe mollës. Vepron si antioksidant i fuqishëm dhe ndihmon në pastrimin e organizmit. Mbështet sistemin tretës dhe ndihmon në përthithjen e lëndëve ushqyese. Jep energji natyrale dhe shije freskuese. I përshtatshëm për përdorim të përditshëm. Këto ishin pak a shumë produktet. Tash un kam të shirë të flas nga vetja. Këto 3 produkte janë për shtrimin e peshës. Nga ajo që un pata mundësinë të shifja shoqen e gocën e shoqes time ishte sepse ajo kur filloi me produktet, filloi me ngjolla në trup, që do të thotë po i bënte pastrimin jo vetëm
jo vetëm për shtimin e peshës, por edhe për lamjen, e pastroj nga lamja. Do me thënë, aloe gjeli, bëri pastrimin e gjakut të kocës. I bëri pastrimin e gjakut të... Dhe pastaj u kontaktuaj që kishte pasur lamje dhe pastaj më mbrapa nuk kishte më. Të treja këto produkte janë produkte shumë cilësore dhe unë jam shumë e lumtur që mora pjesë dhe u bëra pjesëtare për të shitur këto produkte, sepse me këto ne ndihmojmë shumë njerëz. Anila, po, të apo ndërpres? Po, të dëgjohesh, vetëm desha të ndërhy këtu ku ceke produktet edhe të përuroj dhe të përgëzime për këtë prezantim të mrekullueshëm, po shkëlqen si gjithmonë. Faleminderit për informacionet që i ndave, janë me të vërtet shumë të vlefshme për gjithë ne. Unë vetëm desha të jap një dëshmi sa i përket për shtim pesh, sa i përket shejkut. Tani shembull proteinave, do të thënë bashkëshorti im ka përdor proteinën, vetëm proteinën e ka përdor këtë të vaniles, edhe besom se vetëm me një qese që e ka pi vazhdimisht, edhe ka pas ndryshim të peshës, do të thënë shumë është vërejt ndryshimi i madh. Kështu që është shumë e rëndësishme të provohet vetë një herë dhe pastaj shumë më lehtë testimi bëhet në vetvete. Kjo është gjithmonë në produkte që ju sugjerojmë të tjerëve, janë produkte që ne i kemi konsumuar vetë, të paktën ne kemi konsumuar për rënje nga pesha, po për shtimin nga pesha, unë e mora të parin për miken time, dhe konstatova me të që do filloj sërish të marri, sepse ishte shumë e imët goca. Shumë e imët. Dhe ajo që pati benefit më të mirë ishte sepse i pastroi jo vetëm që filloi të vinte shëndetin, por i pastroi edhe gjakun dhe kjo unë nuk isha e përgatitur për këtë, por më thaj që Anila i dolën disa puçra gocës dhe pastaj ju pastruan. Do me thënë, ajo po bënte një pastrim të trupit. Sepse më mbrapa pastaj filloi të shkëlqente goca, filloi të dukej edhe me mbushur, me bukur. Edhe ishte lamja që vuante, por që ja pastrovi zorrët. Më mbrapa nuk kishte më, do me thënë, bëri pastrimin e komplet zorrëve, dhe kjo ishte më e mirë për atë se sa shtimi në peshë. Të produkte po bëjnë mrekulli, po mjafton vetëm t'i provoj. Faleminderit shumë zemër. Po valë radhën të tjerave. Falenderoj shumë. Unë jam mirënjohëse që jam këtu sot, edhe pse kam pak emocione. Të gjitha këto produkte, ajo që është më e mira është sepse këto produkte janë të certifikuara. Nuk kanë pesticide. Janë pa OMG dhe me standarde të larta prodhimi. Dhe ne kur marrim iniciativën për t'i shitur këto produkte, të shtimit edhe në peshë, është kënaqësi sepse ti kur i flet për këto produkte, ti u flet me shpirt, sepse ti e di që ato tash janë diçka përtej asaj që ne jemi mësuar të marrim në farmaci. Ti jep me bindje dhe jo më pak se sot, edhe pse nuk ishte vendi për shtatshëm aty ku isha, kam folur rreth këtyre produkteve me një shqiptar, po që ri në Amerikë edhe një në Francë. Dhe janë kënaqur shumë kur u kam folur dhe kam lënë për të bërë një bisedë tjetër. Mënyra se si unë i shpjegoja që janë vërtet mrekullibërse, i la të besonin vërtet që ishin mrekullibërse, sepse në fakt unë i fola me shpirt që janë mrekullibërse, duke patur eksperiencën për të shitur disa produkte, jo para shumë kohësh, tani shumë shpejt, dhe kur më falenderoi rasti im këtu
komshia që më tha faleminderit se më ngrite nga mesi, do me thënë nuk ka gjë më të bukur se sa kur merr një falënderim. Nuk pas ka gjë më të bukur kur dikush të thot faleminderit dhe mirënjohëse sepse unë tash jam e drejtuar. Dhe po eci shumë mirë në punë, po eci me këmbët e mia. Një nga suplementet që unë kisha sot për të folur që ishte aloe gel boronic, mua para 5 viteve, ka qenë çuni i madh, ka qenë diku tek 14 vjeç, dhe kam shkuar në një farmaci, kam shkuar te doktoresha, kisha një doktoresh të moshuar, që e mbaja për fëmijët, shumë respekt për ta, edhe më thot Anila vetëm aktivitet, çunit, mos i merr asnjë lloj ilaçi, dhe më ka rekomanduar kët aloe vera gel me boronic. Ka shkuar çuni për ta marrë dhe më tha mami, kjo shishe amite do pi unë për hekurin, se ishim mësuar me ato shishet e vogla që kishin një shije shumë të fortë të jo të mirë në fyt. Edhe kemi marrë këtë, po para shumë vitesh dhe atyre nuk ja dinim vlerën, dhe që atyre unë nuk i kam bërë më çuni. Do me thënë se jam munduar që t'i ushtroj aktivitet fizik, si që më tha dhe doktoresha ime, edhe që nga atyre unë nuk i kam marrë më suplemente çunit. Edhe tash që filloj stërvitjen, sinqerisht, i thash që ty të duhet kjo, i thash, të duhen këto. Pasi filloj të pinte argjin, një 3 businate argjit, edhe i thash duhet të fillojë me aloe gel boronic, i thash që edhe ta pastron trupin, edhe të jep të ndihmon për hekurin për të gjitha, që edhe të fuqizohesh, edhe të marrësh edhe suplementet që jo të shtosh, jo suplement që siç marrim për të frytur muskuj për të dukur, i thash, po suplementet që unë i shes, i thash, do të duhen për të bërë një trup më të bukur, sepse thjesht ty të ushqen trupin, të ushqen qelizat, i kam thënë çunit, dhe do t'i filloj së shpejti, do me thënë, për palestrën, që po merret me palestër. Sepse nga shtimi që ishte shumë i shëndosh, çuni tani ka vajtur shumë i imët. Edhe pija sheku shyse për shtimin, ose ruajtjen e peshës. Ajo përfshin, sheku është një ushqim që përmban proteina, fibra dhe përbërës që ndihmojnë në ndërtimin e masës muskulore. Jo vetëm në mënyrë të shëndetshme, sepse nëse ne fillojmë të shtojmë peshë në mënyrë të gabuar, do me thënë duke shumuar vetëm ushqimin, ne do marrim vetëm dhjam, nuk do vëmë muskuj dhe nuk do marrim trupin që ne dëshirojmë. Që kështu, nëse ne do mundohemi që me këto produkte ta sjellim trupin në formë në një mënyrë të shëndetshme, që mos të ndikoj dhe në problemet e tona shëndetësore, që të mos të dëmtojmë trupin, sepse sikur bie nga pesha, edhe njësoj është edhe kur rritesh në peshë, nëse nuk i balancon, atëhere fillojnë sëmundjet sikur diabeti, sikur problemet me të gjitha organet, nëse ti nuk arrin t'i balancosh. Ajo që unë doja të thosha është që
Jam shumë e kënaqur që jam këtu sot dhe që flas për këto produkte mrekulluese. Edhe pse nuk ka qenë ajo që unë kam dashur, ka qenë që të bie nga peshë, ajo që të shtoj në peshë, por shikoj shumë persona që duan të rriten në peshë, që kanë rënje me flokun, sepse nga mungesa e hekurit i ke shumë rënje me flokun. Dhe para ca ditësh kam bizetuar me një gocë në Tiranë, domethënë që kishte rënje floku, nëse kalonte ora, nuk ishte ngrënë mëngjes, dhe kalonte ora 10, ajo fillonte i këputej trupi dhe thoshte sikur do mbjeri të fik, sepse trupi jot, i thash, nuk ka vlera ushqyese. Sepse ti nuk i merr nga ushqimet, ti vërtet ne mundohemi të ham shëndetshëm. Të gjithë mundohemi të ham shëndetshëm. Por çfarë ham? Edhe sallata që ne marrim dhe mendojmë se i ka, do me thënë edhe sallata kanë haritur i hedhin pesticide, edhe në sallatë që e rritsim për një kohë shumë të shkurtër. Dhe kështu doja sugjeroja, jo vetëm fëmijës tim, jo vetëm djalit tim, por të gjithë personave që ndihen të këputur, që ndihen të pafuqishëm, që ndihen me luhatje humori, që ndihen që nuk duan të bëjnë punë sepse ndihen të lodhur. Unë do t'ju sugjeroja vërtet këto 3 produkte mrekulluese për të sjellë trupin, jo vetëm në formë fizike, po më e rëndësishmja është në formë të shëndetshme, në formë për të qenë aktiv, për të qenë i lumtur, për të bërë punën, sepse si shtimi në peshë, që personat ndonjëherë të kap ajo lodhja, pa ushqim, edhe është kur je i dobët, kur je i pafuqishëm, sepse je i pafuqishëm, ti nuk ke vitaminat e dukura në trup. Këto produkte janë mrekulluese sepse çdo qelisë të trupit tonë e mbushin me të gjitha vitaminat që trupi jon ka nevojë dhe fillojnë edhe rikuperojnë çdo lloj sëmundje, si për shembull hekurin, si për shembull lodhjen kronike. Fillon trupi të aktivizohet dhe të punojë në mënyrë të saktë. Prandaj doja rekomandoja të gjithë atyre personave që kanë lodhje dhe djersitje, që kanë mungesë fuqie. Meri Teuta, ishte një pyetje, më duket se. Përshëndetje Anila zemër. Përshëndetje Teuta. Ti dukesh mrekullueshëm, po mirë, shumë faleminderit. Anil, të përgëzoj për këto informacione të fuqishme. Faleminderit. Kishim një pyetje sepse kërkuan një link për produktet, por unë ta them në vend të linkut na fol pak për kompaninë, sepse kishte edhe pyetje se nga cila kompani, për shembull, janë këto produkte. Nga produktet e gjitha vijnë nga kompania Forever Living, një kompani prestigjioze që ka dalë, kompani që është e dyta më e mirë në botë, ku ne kemi akses në 160 vende të botës për të shitur këto produkte, për të qëndruar sa më afër konsumatorëve. Kjo kompani i ka produktet, suplementet, i ka vetëm 100% bimore, 100% bimore, dhe suplementet janë aq të shijshme, jo suplemente për shembull se shumë veta thonë që trëmben se unë nuk dua ilaçe, thot. Ato janë suplemente që dhe mund të mbahen në gojë, nuk kanë asnjë efekt anësor. Forever Living është kompania Teuta. Zemër,
Po, Anila, e kisha që t'ja bëjmë qartë klientës, Po, do më thonë ta dëgjonte nga ti, edhe unë i sugjerova të kontaktoj ty ose ndonjërin nga vajzat për informacionet ma të më të tjeshme për kompaninë dhe për këto produktet mrekullueshme. Unë vetë ndesha me që se të profesioni im është infermiere, po, desha vetëm pak ta bëj këtë lidhshmërinë e ke vitaminave që gjenden këto produkte dhe e ceke shumë bukur ne me të vërtet edhe si princ jemi, si nëna, kur i kemi fëmijët e dobët, dëshirojmë t'i ushqejmë, po fillojmë me këto t'i japim bukë, llokuma, edhe gjona që nuk janë të mira për shëndetin e tyre. po, Edhe gjitha këto e dim që ushqimet ten, sidomos në Kosovë dhe në Shqipëri, nuk janë kontrollune dhe shumica që na servohen si pemë dhe përime, fatkeqësisht po mbushen me hormone dhe pesticide të cilat nuk ndikojnë mirë në shëndetin e secilit prej nesh. Ndërsa këto produkte e kanë cilësinë edhe janë 100% bio dhe efektet janë të jashtëzakonshme, do më thonë të gjithë e dim se të gjitha simptomat fizike ose mos balanci i trupit, çfarë do qoftë, si shtim pesh, si humbje pesh, si diabet, si jo balans hormonale, vijnë nga mosmarrja e vitaminave të nevojshme në trupin ton, vitaminave, proteinave, enzimave, hormoneve të cilat na nevojiten edhe disbalanca e këtyre shkakton në një kohë caktuar, do më thonë edhe simptoma fizike dhe smundje ndryshme. Prandaj unë them se kjo kompani edhe kur e mendoj kështu, ajo ma e bukur e kësaj është në të ardhmen, do më thonë, në të ardhmen, fëmijët tonë të jenë aq shumë të vetëdijshëm edhe t'i njohin këto produkte që në të ardhmen të jenë të shëndetshëm që nga fillimi, do më thonë, fëmijët tonë, brezat që do të vinë, t'i po, marrin këto produkte dhe t'jenë të shëndetshëm që nga fillimi dhe mos të vinë deri te sëmundjet që vinë me kronike të cilët po. një pjesë e madhe njerëzve e kanë. Edhe kjo është ajo që më motivon mu sa ma shumë t'ju sugjeroj njerëzve këto produkte, edhe që nuk ka produkte veç për shtim pesh aso për humbje në pesh, po janë gjitha llojet e Për produkteve. çdo lloj sëmundje. Po Teuta, Anila, po, po Teuta, të dëgjoj. po, mu duk se su dëgjova mirë. Do më Jo, thonë janë gjitha llojet e vitaminave që ne të kemi një organizëm të shëndetshëm edhe pse jo fëmijët tonë ose gjeneratat e ardhshme të mos kenë nevojë të helmohen me barna sintetik, me ilaçe sintetike, po të rritën nga fëmijëria dhe të prevenohen këto smundje të cilat janë në përditshmërinë në jetën tonë. Normalisht është shumë e domosdoshme normalisht se nuk themi që s'kemi nevojë për mjek, sepse këto produkte shkencëtarët i kanë studiuar dhe i kanë zbulu, do më thonë janë mjekët që i sugjerojnë, edhe ka filluar edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që të përdoren suplimentet apo vitaminat shtesë, mirë po në të ardhmen po t'i kemi këto, do më thonë, përditshmëri, t'i bëjmë si rutinë, do t'ishte mrekulli për gjithë njerëzit. Faleminderit e udhësh, të paktën për fëmijët e mi, domethënë se goca ka qenë shumë skeptike në këtë drejtim. Dhe kur fillova që të gjitha produktet që mora, së pari ja nisa gocës, qoftë produktet e lëkurës, qoftë produktet e flokut, gjithë shka, domethënë sepse ajo ishte më skeptike dhe ne të gjithë, nëse jo la thotë që po bëjnë, ne domethënë i besojmë sepse asnjëherë nuk di të gënjej dhe nëse një produkt s'bën, ai më thot mami mos vazhdo kot, sepse nuk bën dhe
jam lumturuar pa fund kur më tha mami, është një punë shumë e bukur, të gjitha ato që unë ka marrë, më tha, të falenderoj shumë, por nga këtë jetutje unë dua t'i blej vetë dhe dua që të më japësh me sa ti shet dhe jo sa ti i merr, sepse jam shumë e kënaqur vetë, tha, kam folur shumë edhe me gocat që ka shoqet, por duke nisur nga problemi im, tha, që ti e di shumë mirë, dua të filloj me Argin, me Artiksea për pastrimin e gjaput. Nuk ka gjë më të bukur se sa të kesh një shëndet të pastër dhe të bukur. Nuk ka mrekulli më të madhe në botë se sa shëndeti. Veç kur shikon të sëmur, kujton sa i bekuar je kur je i shëndetshëm. Veç kur shikon dikë që vuan dhe shikon sa të bekuar që jemi. Dhe me këto produkte, e them me plot bindjen, e them nga e vërteta e shpirtit, nuk kam qenë kurrë në asnjëherë kaq e sigurt sa që jam për këto produkte, sikurse isha dhe për I Empowerin. Siç isha në fillim për I Empowerin, që nuk hoqa dorë dhe vazhdova me këmbgulje, me shpirt dhe me bindje e them që po do vazhdoj me këmbgulje me këto produkte, sepse jo vetëm do ndihmoj familjen time, sepse gjithçka vjen vetëm nga mungesa e vitaminave, siç e cekut e uta. Kur ti plotëson vlerat e vitaminave në trupin tënd, kur balancon gjithçka brenda trupit, ti je ndihesh mirë, ndihesh jo i lodhur, ndihesh edhe vetbesimi fillon e të rritet, sepse nuk ke më luhatje humori, sepse edhe humori ndikohet nga mungesa e vitaminave, edhe pagjumësia vjen nga mungesa e vitaminave. Ne nuk i kemi ditur fare këto më përpara, nuk kemi qenë fare të informuar që nëse diçka nuk shkon në trupin tënd, ti duhet të bësh një herë komplet vitaminat e trupit. Ne gjithmonë kemi shkuar diçka nuk shkon mirë, shkon në spital direkt dhe të paktën unë i kam bërë të gjitha me zemrën kur nuk ndihesha mirë, me të gjitha, por mungesa e vitaminave të çon edhe në depresion. Mungesa e vitaminave të çon në shumë sëmundje të rënda kur ne nuk jemi të vetëdijshëm dhe me bindje them që ne kemi qenë të pavetëdijshëm në të gjitha drejtimet. Kemi ecur vetëm me çana ka thënë, nëse të dëmin nëse të dëm koka, do me thënë do shkosh vetëm do marrësh ato ilaçet e kokës, që ajo vetëm do qetësoj dhimbjen dhe nuk do ta shëroj thelbin, që thelbi i kokës mendoj se janë zorrët, janë mbi ngarkesa e toksinave në zorr, dhe kur ti fillon e pastron zorrët, ti fillon edhe hap gjithë poret edhe vitaminën D për shembull, nëse ne e pim me zorë të mbushura me toksina, ajo nuk e përtis. Që kështu gjithë puna fillon me aloe vera gel për të pastruar një herë organizmin, për ta liruar nga toksinat, pastaj çdo suplement ne ta marrim dhe ta përcisim më kollaj. Edhe dhimbjen e kokës, pastaj ti kur fillon që të shkosh më në thelb, jo vetëm ta qetësosh kokën, sikurse me qetësues, por të fillosh dhe të kujdesesh për trupin tënd, të kujdesesh për zorrët e tua, të qoftë me aloe gelin, qoftë me fibrat, qoftë me çdo produkt që ti e shikon që trupi jot ka nevojë. Sepse unë sot jam për produktet në shtim pesh dhe të paktën në shumë vende vuaj nga mbi pesha, jo nga Nila, po.
A A mund më të duket rri pak, jo ndërhy, po në fakt ta bëj një pyetje, Zenek, se kam edhe unë, ti po shkelqen, po ndrin si çdo herë. Je faleminderit shumë, mrekullueshme, jam me fat që shumë faleminderit. që bashkëpunojmë, po na çdo ditë po mësojmë diçka më të re, se ka shumë produkte and forever që duhet ende të studiojmë, po m'ngutet me ditë për gjitha, po vërtet mua për e shtim peshe nuk më nevojiten, po kam disa të afërm që ju duhet dhe më duhet pak informacion ma shumë kur duhet me i përdor para vakteve, apo si këto dy produkte, mundesh më na thonë. Po, aloe vera gel është në mëngjes. Do me thënë ti duhet ta pish në mëngjes 50 ml. Më dëgjon se ne? Po Nila. Po. Kurse daily merret në drek edhe në dark. Merresh 2, më duket se 2 po. Kefseri është më e përpik për këto, sepse unë e mora që në fillimet e mia, në fillim, sa fillova me produktet. E di që ke përdor edhe ti me Gentin. Kurse sheku, po, kam përdorur të zemrës për Gentin. A mundesh pak me na tregu benefitet që i more nga ato produkte, ose çysh e ndjeve energjinë? Kur fillon zemra të punoj mirë, do me thënë, kur ti shikon se çfarë bën Artiksea që i shkrin ato yndyrnat, do me thënë, nuk ishte nevojë të flisja shumë kur Mimi në seminar i tha Gentit, ore pse shkëlqen kështu ti. Edhe ti po shkëlqen ma shumë se çdo herë. Ishte pikërisht përdorimi i këtyre suplementeve që po rrezatonte. Edhe diçka për tek sheku, për tek ato produktet, se mbaj mend që ja thash shoqes time, domethënë, ishte sheku, ishte në mëngjes që të hidhej në ujë ose në qumësht, se shumë veta e hedhin në ujë sepse nuk e kanë probleme me laktozën, dhe është si ushqys që të mban për gjatë gjithë ditës. Në qumësht thot kefseri, okay, ajo kishte laktozë, i bënte kështu qumëshi. Edhe nuk e përdori me qumësht, e përdori me ujë. Po, Nila, desha vetëm ndërhy këtu, për të sqaruar edhe një pjesë, domethënë një informacion shtesë Zejnepit. Bashkëshorti im kur e ka përdor, domethënë e ka përdor vetëm me ujë, për shkak të se edhe ai është intolerant ndaj laktozës. Edhe fakti është shembull që ai e ka përdor mas çdo vakti, edhe vaktin ushqyes e ka hëngër, edhe pastaj shembull ka marr edhe shejkun, që të paktën i ka ardhur si një 2 herë se me pas 2 vakte me një herë, që të paktën ai ka pas një rezultat shumë më të shpejt e ka pas. Po, super. Sa më shije Meri. Kjo është shumë e bukur që këta që kanë përshtim peshe, do të thonë nuk e kanë nevojën të heqin diçka prej vakteve, plus këto janë vitamina shtesë, që ju ndihmojnë akoma më shumë. Për ata që kanë për të marrë atë që e kërkojnë, edhe fatbarësisht që këto janë ato produkte që shëndetshëm, pra mund marrin peshë dhe masë muskulare. Po, e të marrin masën e duhur dhe jo të marrin, se ne për shembull shumë veta që duan të marrin peshë, mund të hanë sa më shumë, mund të marrin mishin, mund të marrin edhe pa kontroll. Thirat, por ajo nuk është një shëndet që ti të vë dhjam, nuk të vë masë muskulore, nuk të vë. Faleminderit shumë Nila, shumë faleminderit për shpjegimin. Faleminderit. Nila, këtu kemi edhe profesionistë të fush nuk jam, do me thënë tani jam në hapat e mia të para. Ne jemi këtu për ndihmë, Nila, rirahati.
Këtu kam edhe një pyetje, dhe me thënë fakt janë dy, po njërës dikun janë përgjigj, edhe unë tash dua të cek pyetjen e Ibadet te Krasniqi. Thot përshëndetje për të gjithë. Deshta të bëj një pyetje për vajzën 7 vjeçe, ka mungesë hekuri dhe vitaminës D. Tash këtu më poshtë, qeftëseri ka cek se shembull kicat kanë vitaminë D, por përderisa është fëmijë, shembull ne mund t'i japim edhe aloe vera, beri, nektar. Këtu shembull ne mund... Po, më falë, po. Vazhdo, Nila, vazhdo. Jo, vetëm doja të thosha këtë, kush ka mungesë hekuri, do me thënë, diçka që unë e kam provuar para shumë vite, se kam ngelur e kënaqur, dhe shikoj që ka shumë benefit, është aloe gel boronic, që është plus mold. Nëse ka probleme me hekurin, është shumë i mirë, jo i mirë, po super, është fantastik dhe do dëshiroja çdo fëmijë ta kishte në tryezë, çdo fëmijë ta kishte në vend të amitës, në vend të Coca-Colës. Përshëndetje Anila, përshëndetje grupi. Përshëndetje Kevser, futu Kevser, se nuk di shumë fare të flasi puna jote. Po, shofë, unë kisha misafir sonte edhe s'mund që të kyqet. Shumë mirë dukesh Anila si pika e parë, ke shkëlqyer. Faleminderit për prezantimin, faleminderit për gjithë çka tregove, gjithë që ndave përvojën tënde me shtim pesh, shumë mirë e ceke. Ku ishte problemi që kam problem me laktozën, e lartë, ata mund të apin me qumsht bajame, qumsht soja që ka, ta përdorin, ma e mirë atë mirës për shtim pesh është me qumsht. Okej, do me thënë me qumësht bajame është mirë, mendoj se duhet jetë shumë mirë, jo mirë. Është në rregull. Për vitaminin D, Zoja që bëni pyetjen vitaminin D, meri mirë e ceku edhe këtë gellin e Adi thuja beri nektar, po ma e mirat mirës është mangon për fëmijë edhe pjeshka, sidomos pjeshka, e ka vitaminin D, vitaminin E, të gjitha që i nevojitet një fëmijës gjatë rritjes. Plus edhe për gjakun ka rol aty, po kicat e kanë gjitha si supliment, po si lëng tallohes duhet ta përdorim pjeshkën ose mangon. Mangon si zakonisht fëmijët e duan shumë, se është i ëmbël, është bashkë sikur një pije që e pinë gjithë fëmijët që e donë. Është shijen e ëmbël e ka, por ato edhe e kanë bërë që të ketë mango edhe pjeshka për shkak të fëmijëve që fëmijët e preferojnë më shumë atë pjesën e pemëve që ka brenda. Kështu që ju përshëndes, qoftë që apet kemi pyetje, mund të ma bani të shkruani, apet kyqem, ko pas kohë. Falenderoj shumë Kevser, sepse ti di ti prezantosh aq bukur produkte, di të flasësh me aq shumë pasion për to, unë të adhuroj shumë, sepse je aq shumë e mirë informuar, sepse ke sigurisht shumë vite në atë biznes, dhe jam shumë e lumtur kurse Anila edhe unë në fillimet e mia, kështu isha, po ne duhet të flasim, ne duhet të testojmë më shumë, ne duhet të përdorim më shumë. Provojmë vetë në trupin tonë atëherë, vetë produkti, sa e kom cek edhe në përzume edhe a ditë e pata në seminar, ku vetë produkti flet mrenda neve, s'ka nevoj. Sa herë kur ja ku e ceke me gentin, që tha mimi për shkëlqen, vrehet unë automatikisht si ta shoh personin, thëmë, këti nevojitet ki vitamin, këti nevojitet ki supliment. E vrejt e kam atë njësi që e kuptoj personin posa ta shoh çfarë suplimenti nevojitet trupin e vetë. Po pra, dhe kjo është një rrugë e shkëlqyer, do me thënë që të arrish ta shikosh tjetrin dhe ti thuash ty të mungon kjo. Po, edhe me shumë pasion e flasë, kam shumë përvoja, kam shumë rezultatit që kemi marrë, dhe gëzimi më i madh është kur merr rezultatin prej klientave, ajo është diçka që nuk mund ta përshkruash. Këtë e kam provuar edhe unë Kevser, edhe pse kam shumë pak, e kupton, edhe pse kam shumë pak, dhe si të gjithë të tjerët në fillimet e tona kemi qenë jo shumë të
të besueshëm, të themi realitetin, kemi qenë skeptik, edhe ne si të gjithë të tjerët, po kur ti fillon edhe shikon ato benefite, sidomos tek familjarët e tu, si te fëmijët e tu dhe kur dashurohesh pastaj me ato produkte, është gjë më e bukur se ti e flet nga shpirti, nuk e flet më nga të lexuar. Menaxheria jonë kryesore e kanë dëgjuar edhe Nini kur thotë unë për këto produkte di dur në zarmë shtje. Edhe është shumë e vërtetë se edhe unë për këto produkte të di duar në zjarë shtje edhe tham po që ka disiplinë në përdorim, edhe të jetë e rregull në përdorim, s'ka shansa mos ketë shërim. Unë asnjëherë nuk e besoj, në qoftë se ajo 3 muaj do t'i marrë me rregull ashtu sikur është terapia komplet me 3 gella, si cilin muj ka 3 gella, 3 muj t'i marrë, plus suplimente që ka i nevojitën për atë kur që i duhet për trupin, s'ka shansa mos ketë rezultat. Kefser, kur përmanda komshien time që i dhash produkte për mesin, se bashkë kontaktuam dhe mi sugjerove, domethënë ato produkte, sinqerisht i kam thënë kështu të lutem, unë viti jap në mëngjes, në drek, në darkë, se të kam hapur, veç mos i lër papiri, kam thënë, se edhe unë dua që të marr atë kënaqësinë time nga ty. E kupton? Edhe më tha jo Anila, tha, sepse këto unë i bleu goca me lekë dhe do t'i pi, tha, mos s'ki merak. Dhe i piu vërtet, në rregull, shkova, ja shkruajta si duhet i pinte, u kujdesova 2-3 herë, sepse e kisha këtu afër, dhe sinqerisht e them, në fund fare më ka falenderuar, sepse unë nuk shkoja dot në punë nga mesi. I thash, nëse ti do kishe vazhduar 3 muaj me këto produkte, i thash, ti do ishe akoma edhe më mirë, i thash, shumë më mirë. Por edhe me 1 muaj më besoj i bërën efekt. I bërën efekt edhe me 1 muaj. Do të harrojte çfarë dhinte ka në qoftë se i kishte përdorur 3 muaj rresht. Po, i thash, nëse do t'i përdori 3 muaj e rresht, i thash, vërtet edhe më pëlqeu ajo kur sa Meri që nëse një sëmundje është 10 vite në trup, do të paktën 12 muaj të marrë shkur dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Kur ti japësh kënaqësinë trupit që të shërohet ngadalë ashtu siç ke duruar edhe për vite atë sëmundje në trup, ti japësh edhe kohë trupit për të rigjeneruar qelizat, se gjitha këto suplemente bëjnë vetëm rigjenerimin e qelizave, vetëm shtojnë atë fuqinë e qelizave tona luftarake që luftojnë në çdo ditë me sëmundjet tona, por ne nuk u japim ushqimin e duhur. Ne duhet i pajisim ato me një ushqim të mirë, që ato të dalën të luftojnë për ne kundra qelizave jo të mira. Dhe për mua është do me thënë kur kemi pasur një sëmundje me Gentin që u bë diçka, aty te qafa një kokër dhe tha, nuk ishte gjë më të bukur ku tha doktoresha, qelizat e mira luftojnë qelizat e këqija, tha. Dhe aty është bërë një fushë betejë dhe në këtë fushë betejë, tha, është bërë kjo plagë. Do me thënë, trupi lufton vetë kundra sëmundjes. Por se ti japësh pak energji, se ti japësh pak vitamina, se ti japësh pak ti heqësh atë toksinat që ne i japim çdo ditë duke pish gjëra që nuk duhet i pijim, ato luftojnë më mirë, luftojnë më lehtë, luftojnë tamam si një luftëtar që është i pajisur me të gjitha mburojat që të dalin në luftë. Edhe mendoj se qelizat e trupit e duan pak suportin ton, pak nga ana jon t'i japim një ndihmë të vogël, sepse jo të gjitha vitaminat ne i marrim nga ushqimet. Nuk mendoj se askush nuk i merr dot. Të paktën sot në këto periudha që dominonin vetëm shumë pesticidet edhe këto gjërat jo të shëndetshme që ju hedhin produkteve për t'i shitur. Jam shumë e kënaqur që po flas për këtë temë. Po ndalidhem edhe pak Nila këtu kur the që
për pemë përime nuk po jem fatkeqësisht as sigurt të konsumojmë lirshë me sa duam ne, edhe përkundër faktit se ato duken shumë bukur, por tregu edhe biznesi po keq përdoret shumë vende edhe Teuta e shpjegoi shumë bukur se ka edhe lamin e farmacisë. Paktën këto produkte e dim që janë të testuara, e të filtruar, edhe vulen halal e dim që e kanë edhe nga Shtetet e Emirateve të Bashkuara Islame, e din edhe kefserja këto ma mirë, se shumë mirë ja the edhe ti se ti ka shumë vite përvoj, edhe po du me ndasë këtu se sa po më panë seminar, më tha, a jetu e përdor Freedom? Thash jo, tha, Freedom me pi edhe këtu po i asiguroj kefserë se shumë shpejt ko me porosit edhe Forever Freedom, edhe një javë të pasu se do vi edhe one t'jepi një shembull edhe çfarë benefite o feedbacku po marrë edhe prej Freedomi, se e di që është një super fuqia i lang. Anila, je shkëlqyer. Faleminderit që na dhe edhe neve hapësirë në këtë Zoomin thatë. Jam duke përdorur të falenderoj dhe neve ju falenderoj gjithave. Anila? Po? O, zemër, e kishim edhe një pyetje më lartë nga Milazimi, i cili kërkoi për lodhje kronike diçka, ja ka dhënë përgjigjen Kefseri Armendi pak më shumë, do më thonë për argjin edhe për vitamina tjera, po unë e kisha bu një sugjerim kështu publik, se cili person që i ka shkelt 50-at, ja sugjeroj argjin për ditëshmëri. Sepse përveç që pastron të gjakut, argjin edhe omegen, këto janë numër një, duke mos e anë shkalu aloe verën si gel që është detoksifikus, do më thonë argji përveç që pastron të gjakut edhe t'jep fuqi, sidomos për ata ose për ne cilët punojmë një pjesë të madhe të kohës, do më thonë edhe angazhohemi ndoshta dhe fizikisht, edhe lodhja, stresi ditës, gjatë ditës, edhe që angazhohemi, do më thonë, ne ngarkojmë psikologjikisht me detyra shtese, me komunikim me njerëz, aloe pastron gjithçka brenda nesh, organizmin edhe bën gati, përveç që pastron zorrën, e bën gati çdo qelizë për secilin supliment që na ja japim. Argji pastron të gjakut edhe të mbron nga infarkti, mbron nga mbyllja e enëve të gjakut, nga trashja e gjakut, edhe t'jep energji. Omega shkrinin dyernat, se cili person që i ka kalu, që është në stadin 50 e tutje, ja kisha sugjeru mi pasën për ditëshmëri. Janë të mrekullueshëm. Unë bile kur e përmendi ti omegen edhe e pash që kom kutin me omega aty edhe mura me njerë mi pitash mos ta harroj se kisha racionin mi përdor. Unë nuk e di pse këtë periudhë dua të them që jo vetëm vi 50 e uta, sepse gjithë fëmijët nuk kanë aktivitet, të paktën goca ime ka aktivitet të ulur dhe problemin që pati në atë moshe pati vetëm me gjakun, domethënë. Fëmijët nuk bëjnë shumë aktivitet sot. Nëse ne kemi qenë shumë të shkallta, kemi punuar shumë, kemi lëvizur, fëmijët e sotëm nuk e kanë këtë gjë, nuk e kanë prioritet shumë lëvizjen. Ka dhe nga ata që merren me shumë palestër, por ka dhe nga ata që nuk merren me palestër. Dhe ajo që kam vënë re në shumë bisedime që bëj, shikoj që nuk e di pse, ti duhet ta dish më mirë se je në spital dhe je aty, por shikoj shumë të rinj që kanë trashje të gjakut dhe kanë kolesterolin. Shikoj shumë të rinj që e kanë këtë problem. Dhe ajo që do sugjeroja është që argjin ne mbi 50 e lartë shumë i domosdoshëm, por edhe për fëmijët më besoj që është shumë i mirë.
sepse një nga problemet që kishte goca ime ishte pikërisht gjaku. Po, Anila, Pikërisht, është shumë e vërtet, mungesa e lëvizshmërisë. Do më thonë, është Mungesa e epoka e teknologjisë, shumicën e kohës Po, gjithë punojnë telefon. me laptop, tullur, edhe për ato edhe Mimi e thot shumë bukur, për ato është shumë benefit puna nga shtëpia, do më thonë që sjell edhe mundësi lëvizje, mundësi një ore rekreacion për trupin, por ato është e mrekullueshme kjo që sugjerojmë ne ose ju ofrojmë njerëzve, ose Po. kompania Forever puna nga shtëpia, sepse unë punoj 8 orë në spital edhe 8 orë nuk mund të lëvizi, do më thonë, e kam një hapësinë ku lëvizi edhe jam pjesën e madhe të kohës në kom, po puna me njerëz të cilët normalisht nuk janë mirë më shëndet, është edhe stresuese, se të nevojitet shumë ma shumë energji që me punu me ta, edhe me arrit në atë empatin edhe me ja kuptu botën e tëne, edhe normalisht që duhet kujdesna për veten në momentin kur dalë prej aty që të marrë fuqi, ta vazhdoj këtë pjesën tjetër I am power forever, këtë botën tjetër të mrekullueshme. Mirë po, edhe këtu do shta me shtu veç edhe diçka, gjithë shka, se unë punoj në spital, gjithdo smundje virale, që është akute, gripoze, virozat e verës, me protokolle shëndetësore, asnjë nga këto sëmundje nuk trajtohet me antibiotik, trajtohet me vitamina edhe me ushqime shtesë, do më thonë në pjesë të lëngshme. Do më thonë ampulla vitamina që mirën në mënyrë infuzive. Tash, kjo pjesë që e bojmë na, ato gjitha janë sintetike. Kur është mundësia t'i marrim natyrale edhe t'i kalojmë virozat, pa kalu në një gjendje që është ma alarmante që trupi lodhet edhe nuk mundet me i përballu, edhe unë e sqaroj kështu pjesën e punës qelizave tona të mrekullueshme që i kemi mbrenda në trup, të cilat bëjnë një punë të mrekullueshme për neve, edhe na shumë pak ju ndihmojmë që ato ta bëjnë punën e vet, është sikur ti detyrojmë me bo punë fizike të rona, për shembull mi ngrej një kamion ose mi shty një femën një makinë, edhe sikur ti na tjertë mi pas si shikus tu mundu edhe mës më shku minimu. Po, Edhe a qatë punë e bojnë qelizat tona me neve, në momentin që na ka njëherë për shembull ta jep trupi një sinjal edhe ti nuk e ndëgjon, nuk e vëzhgon, nuk je e vëmendshme me ndëgju. Ato qelizat tone na japin shenja, po na nuk ja japim mundësinë atyne, do më thonë atë mbështetje, një shtyrë, e kjo shtyra është me mendime pozitive, me mësimet I am power edhe me këto suplementet e mrekullueshme. Unë Është shpesh një herë ndërturim kur i kum pa fëmijët e mi të vogël tu dasht me hongër këto gjana që i dojnë të rritë, amel, Coca-Cola, edhe e kum përdor gjithmonë një fjalë, kum thonë me pas lukthi grësht, veç kish najt tu na mësu ftyrës, bam, ose me pas goj me fol, edhe grësht na kish mësu ftyrës, po goj me fol që lizat nuk kanë, edhe kështu që na gjithmonë kemi abuzu me veten, për shkak se nuk kam pas gojnë ato me na tregu se që kujdesu pak për mu se unë jam katë majnë jetë. Po. Edhe kështu e përshkruaj unë këtë pjesën edhe për mu këto suplimente ose gjitha produktet që i përmban kompania Forever Living, si nga lanqet, si nga kujdesi personal, si vitaminat edhe suplimentet shtesë, gjitha llojeve, se na sonte ti e pa të temën shtimin pesh, Meri ka pas javën kaluar në humbjen pesh, unë një javë përpara e pata balancimin hormonal,
javën tjetër do të vazhdojmë me tema tjera që i kanë edhe më të mrekullueshme, do më thonë se cilën radhë do t'i kenë informacionet e nevojshme, po uroj që të gjithë kanë me reflektu edhe pse jo, mi marë hapin si kur e marrëm na, spari për veten, si që ta këtësiri produktet flasin vetë, kur i përdorim na edhe shëndrisim edhe ndriqojmë edhe kemi rezultatet, edhe mi marë hapin edhe mu bo pjesë e grupit ton, edhe kanë mbështetjen ton, ashtu qësh na ka mësu këtësiri me mimin hap pas hapi, edhe na vazhdojmë si grup, mi unimu të tjerve edhe të mos e harru mas nëj pjesën tjetër të lirisë financiare që kompania ofron benefitet shkëlqyshme. Faleminderit Anil, une ka që pohta. Faleminderit Erika. Edhe unë këtë doja të cekja pa Antonet. Për të bërë pjesë e grupit, ne femrat, ne duhet të sensibilizohemi më shumë për mirëqenien e fëmijëve, për mirëqenien e familjes, për mirëqenien qoftë edhe financiare, për të ardhur në ndihmë familjes tonë. Është një punë shumë e bukur kur ti e bën në grup, kur flet nga shpirti me personat që ti ua sugjeron, edhe ju flet nga shpirti që ti don vërtet që lizat e tua duan të ndihmojnë që lizat e atij duke ju thënë nga shpirti që shiko merr dhe shpëtoje veten ose ndihmoje trupin tënd, të ndihmoj ty të të shëroj sëmundjen. Kur ti e flet nga shpirti është shumë e bukur, sepse ju vjen në ndihmë shumë personave. Ti je duke bërë edhe zhvillimin personal, psikologjik me atë person, duke i sugjeruar atë gjitha ato që ti ke mësuar dhe të ka ndihmuar ty të ecësh përpara dhe ta shikosh jetën me një sy tjetër, por duke ja ndërthurur edhe me ato vitamina për ta ndihmuar akoma më shumë trupin tënd, për të larguar lodhjen, për të larguar pagjumësinë, për të larguar shumë gjëra që dike e mundojën. Kjo nuk është thjesht një punë, kjo është një mrekulli dhe dua vërtet ta falenderoj Mimin kur tha Anila kjo është vërtet punë për ty, pavarësisht se jam në hapat e parë, po edhe me bindje që kjo do jetë dhe do mbetet puna më e bukur për mua, sepse janë të ndërthurura shumë të bukura, si zhvillimi personal, edhe shitja për të qenë një lidere e suksesshme, sepse ti jo vetëm do ndihmosh veten me këto produkte, do ndihmosh dhe të tjerët, por në fund të fundit gjëja më e bukur do ndihmosh shumë gra që nuk kanë ku të punojnë, shumë gra që nuk din nga të shkojnë, sepse rrogat këtu janë shumë të ulta, ti ke shtetor për 300 apo 400.000 lekë në shtëpia. Unë them se duke nisur që nga vetja ime, duke nisur që nga disiplina që unë kryej me veten time, zhvarritjen, duke i thënë vetes që shiko, merr disiplinë dhe puno më shumë, merr disiplinë dhe mos e lerë për 1 orë më vonë, apo për 2 orë, apo për 3 orë, apo për të nesërmen. Do me thënë është një disiplinë që ne duhet ta krijojmë me veten për të punuar, sepse nëse ne nuk punojmë, ti nuk mund të fitosh. Mua ajo që më pëlqen më shumë është kur kam dëgjuar Kevseren që tha, kudo që unë shkoj, aty janë produktet e mia dhe e them me bindje që kudo që shkoj, aty janë edhe produktet e mia, sepse flas me shpirt kur u flas të tjerëve. Dhe jam e sigurt që kjo është një punë mrekulliqëse, jo vetëm për mua, po për shumë nëna që duan të punojnë dhe të rrisin fëmijët me praninë e tyre, por edhe me edukimin e ngrënie, sepse ne bëhemi më të vetëdijshme çfarë ham, ne e ndihmojmë dhe fëmijën njëkohësisht që i japim këto suplemente për ta ndihmuar që të rritet i shëndetshëm, edhe me praninë e saj ta rrisi fëmijën në shtëpi duke i qëndruar për të krijuar një lidhje me fëmijën, dhe jo nëse i kanë 8 orë në punë dhe
tetor do i japësh energjinë të tjerëve, ndërkohë që fëmia jote krijon një lidhje me edukatorin, apo unë kam pas kënaqësinë të rris fëmijët vet dhe them lum kush ka punën në shtëpi që të rri pranë fëmijës vet e të krijoj lidhje me fëmijët e vet, sepse është gjë më e bukur. Lidhja me fëmijën është gjë më e bukur dhe kjo punë ta jep 100%. Kjo punë ta jep 100%. Duke qenë aty, duke qenë në kompjuter, duke qenë pranë fëmijës tënd. Nuk besoj se do ketë punë më të mirë. Nuk e besoj për asnjë femër se do ketë një punë më të mirë se kjo. Do doja me shpirt, isha shumë vite me re, po gjithmonë nuk ndos kot, edhe sot unë i them mundem, edhe sot që jam 50 vjeçe, pse mos ta bëj, pse unë mundem, pse mos ta bëjmë edhe ne që jemi na 48 e lartë, edhe ne mundemi të rritemi, të zhvillohemi, të përparojmë, edhe të shesim online, edhe të përdorim edhe kompjutrat, laptopat, edhe të shkojmë buzdetit, edhe ta shijojmë dhe ne atë që na ka munguar gjithë jetën. Unë me sinqeritet ju a them që merrni vendimin dhe punoni në këtë lloj mënyre, punoni nga shtëpia juaj për të krijuar lidhjen me fëmijët tuaj dhe me familjen tuaj duke qenë aty të gatshme. Sepse edhe fëmijët pastaj të ndihmojnë ty, edhe ti rritesh mëson nga fëmijët, edhe fëmijët mësojnë nga ty. Jemi në harmoni në familje kur ti ja aty dhe je me fëmijën tënd, i kërkon dhe ndihmë her pas here, ai të kërkon ndihmë her pas here. Nuk ka gjë më të bukur për një nën se sa të jetë në shtëpi. Unë të paktën kështu e mendoj. Nuk ka gjë më të bukur për një nën se sa të jetë në shtëpi. Të jetë pranë fëmijëve të vet. Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur që po. Anila, kemi një pyetje tjetër. Po. Është Mirveta Alili dhe thot ju lutem, a më tregoni, a mund të përdoret në të njëjtën kohë gelli aloe vera dhe kolagjeni? Nëse do ishte këtu qefseri nëse na dëgjon, po thot qefseri. Qefseri di shumë për produktet. Qefseri unë nuk e di, unë e adhuroj kur flet, e adhuroj kur i shpjegon, e adhuroj dhe edhe unë dua me shpirt të jem ti mësoj ashtu të qefseri. Shife, ku e ceku merje se a mundet të përdoret kolageni bashkë me gellin e aloes. Është mirë edhe gellin ta përzish me kolagenin, ta shtish kolagenin atë tubën e kolagenit ta përzish me gellin edhe njëkohësisht ta pish barabar. Super. Ajo ka ende më shumë ka. Fuqia më e madhe është. Po mundet edhe me ujë, po edhe atë gellin mundet mëngjes sikur rregullisht sikur e pinë mëngjes esëll 50 ml, mbrëmje 50 ml. Po deshte mundet 50 ml ta mbushje me gell të aloes, ujë tjetrën të bëhet 250 ml edhe kolagenin edhe për natën e mirë. Edhe kolagenin mos ta harrojmë se është një maskë super e fuqishme për rrudhat, për hidratimin e fytyrës. Ai kolageni që jetë në atë bustin, në atë tubën, aty që është në atë letrën, e ambalazhit munden ta lyjnë fytyrën dhe ta mbajmë dikush e mban gjithë natën, duhet 15 minuta 20 para se me ra para gjumit e lan fytyrën edhe sikur e ke hidratuar lloj maska që përdoren, nuk ja vlen më të përdorish maska tjera përveç se me kolagen. Edhe unë e shita një kolagen, është në Francë ajo goca, dhe thot Anila, një shoqja ime thot që e përdor gjithmonë, po unë zgjodha ta marr nga ty, thot. Anila thot ajo nuk e ke iden sa e re duket, thot, edhe pse i ka 60
vjeç. Edhe duket thot si 30-40 vjeç. Edhe ajo më tha që përdore, tha, se është shumë i mirë për trupin, sidomos për femrat. Për gjithë, Është rigjenerim të ta. edhe për rigjenerimin e qelizave, edhe për nyjet, për kockat, për gjitha është. Rigjenerimin e lëngut mrenda në kockë që është ajo palca që i them. Atë lunë shumë rol aty. Unë ja sugjerova edhe Zenepes, edhe Zenepi është këtë fridomin, edhe kolagenin duhet Zenepi ta pije, ta përdorje. Kefse faleminderit shumë, je mrekullueshme. Faleminderit. Më falni se isha Përgëzoj që i di aq mirë ato gjërat, i di aq mirë. Faleminderit. Gjithmonë ty të drejtohemi ne, gjithmonë ty të drejtohemi për çdo gjë. Është problem, këtu jam. Na fal publikisht që të lodhim. Jo, asesi. Këtu jam, për gjithë jam këtu. Ne jemi gjithë një, ne dim se kjo vetë kompania është duke ndihmu tjetrin rritesh vetë. Edhe ku e ceke ti se ku je vetë, e ke klientin. Gjithë një unë ju thom antarëve, po ku dëgjojmë klient, po si di shesin, po si di bëjmë, po thom unë ku t'jesh ti është klienti. Se ti me cilën të takohesh, do t'a bisedojsh, do t'ja tregosh. Ashtu ne reklamojmë çfarë do sende e hangër me një restorant, kaq sende të mira kishte, bletëm me një vetë shërbim ishin shumë sende të lira, bletëm garderobë në filan dyqanin, e në kështu që ne gjithë një jemi që reklamojmë. Po pse mos ta reklamojmë për shëndet, pse mos t'ja ndihmojmë dikuja, pse mos t'ja... Unë thamë gjithë një se ka pas njëri që me vite ka gërkuar dërman, po kanë gjetë produktet forever. Kjo është knasësia jo. Them se këdo Zoti do e drejtoj aty. Këdo Zoti do të gjithë, po kush do jepi përgjithshëm kur ta marr bravo, kush e do Zotin, do t'i marri ato, sepse edhe kur ju lutesh, njeriu duhet të vedisohet vetë. Njeriu duhet të vedisohet vetë, sepse ne prishim lekë për të bler këtë xhaketën për shembull, i prish lekët pa u menduar 2 herë. Po se e bleve një produkt, mos u mendo 2 herë. Ti shikoj, po të bëri benefite. E të paktën kujdesu për pjesën e brendshme më shumë se sa për të jashtmen. Sepse ne gjithmonë për të mbrëmjen reflekton vetë trupi e pat, reflekton vetë trupi tregon, s'ka nevojë t'ja tregosh gjithkujt kur vetë trupi flet. Po. Unë kur i tham dikuj se unë jam gjyshe e 2 nipave, 2 mbesave, njerëzit habite, nuk është e vërtet, po është e vërtet se unë me të vërtet 9 vitet me radhë kom përdor këto produkte dhe posaçërisht unë kur kapa në kohën e menopauzës më kanë ndihmu shumë që ka njerëzit që jesin me pasoja, me yndyrë, me sheqer, me shtypje, unë njërën nuk e kam. Fal Zotit, fal produkteve. Po. Nila? Po, Nila, faleminderit qëfësirët për sqarimet. Këtu desha të ndërhy me një pjesë shembull të gjithë ata që duan të bëjnë regjistrimin ose të bëjnë antarësimin në Forever Living. Domethënë antarësimi bëhet me paketën fillestare ose start paketa që i themi ne. Domethënë nga muaj shtator ka qenë ekskluziv, domethënë njoftimi që gjithë antarët e ri që bëhen në Forever Living nuk e kanë më antarësimin me 5% zbritje, po tani shembull e kanë me 30% zbritje nga vetë kompania, që direkt domethënë fillojnë që me start paketën e marrin me 30% zbritje. Domethënë është një biznes shumë i mirë për ta fillu ta bën biznes për vete online, edhe duke punu nga çdo vend i botës. Tani gjithë ata që kanë interesim, ose mund t'i kontaktojnë direkt trajnerët të cilat janë në kontakt, ose në bazë të aty personit që e ka ftuar në Zoom. Për çdo detaj tjetër, pastaj flasim edhe ju sqarojmë sipas nevojave që kanë. Nëse Mimi ka diçka të shtoj këtu?
Faleminderit Meri. Faleminderit edhe ty. Unë do thosha vetëm këtë që nuk do ndihmoni vetëm trupin edhe shëndetin tuaj, do ndihmoni edhe rritjen tuaj, si femra, si do ngjiteni dal nga dal, sepse ne duam vemi në shkallë 10 gjithmonë, sa më lart, domethënë gjithmonë të pyesin sa fiton ti. Nuk ka ajo sa fiton, ti rritesh shkallë, domethënë edhe në për çdo seminare që kemi vajtur kemi një hap në kohë, një shkallë në kohë, një hapje porte natë. Aty në atë seminar ti merr një hapje, në një seminar tjetër një hapje, ti shpalosesh ngadalë, nuk mund të shpalosesh apo nuk mund të fitosh milionat me një ditë. Ka dhe në ata persona që mund të fitojnë miliona sepse mund ta kenë bërë diku tjetër, për shembull mund të kenë punuar me produkte të tjera online dhe janë shumë të shkallta në këto gjëra dhe mund të fitosh dhe milionat shumë kollaj. Por unë them që është puna më e mirë për një femër është. Dhe doja sugjeroja vërtet të gjitha femrave, por edhe atyre që janë nëna të reja, sidomos, mos i neglizhoni fëmijët tuaj, mos i lini tu arrisni dikush tjetër, por rritini në praninë tuaj, krijoni lidhjen tuaj me fëmijët tuaj. Sepse kur humbet ajo lidhje kur janë të vegjël, është shumë e zorshme ta krijosh lidhjen kur fëmia rritet pastaj. Dhe unë ja sugjeroja çdo nëne që është e re punën online sepse është aty në praninë të fëmijës vet, duke gatuar edhe duke folur, sepse të gjithëve na ka bërë edhe unë duke gatuar kam folur me dikën për shembull. Edhe flet dhe shumë hapur, flet mirë. Duke rritur fëmijën, duke i dhënë dashuri fëmijës edhe duke punuar me dashuri për veten, për rritjen tënde, për shëndetin tënd, për mishënien e familjes, ka shumë benefite të ndërtuara. Kjo rrugë është rruga më e bukur, sepse ti ke dhe zhvillimin personal aty. Nuk ke vetëm rritje profesionale, financiare, por ti ke një zhvillim personal për veten tënde mendor, për familjen tënde, për veten tënde. I ke benefit, i ke 3 në 1. I ke 3 në 1 dhe është gjunaf për të rejat ose për persona. Pse vetëm të rejat, edhe për moshën tonë. Pse të mos i japim mundësinë të themi ne mundemi, sepse ne mundemi vërtet. Ishte shumë kënaqësi një herë që morët pjesë të tëra, goca ju falenderoj shumë. Edhe të gjithë të ftuarit aty pjesëmarrësit i falenderoj shumë. Faleminderit ty Anila, që na mrekullove sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit Meri. Ju falenderoj të gjithëve. Ju falenderoj shumë. Edhe do isha shumë e kënaqur që gjithsekush prej juve të ishte vërtet i lumtur, i shëndetshëm, i mbushur me dashuri, i mbushur me harmoni, me bollëkun hynor të mbusheni, me bollëk hynosh. Ju dua shumë të gjithëve. Natën e mirë, Anila. Natën e mirë. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj vërtet Natën e mirë. sa më shumë bekime.
Natën e mirë, Anil, të dua shumë, zemër. Ju përqafoj të gjithëve dhe shumë bekime për të gjithë. Shumë bekime. Ju dua shumë.